kujdes telefonin se ta morën, you're in London. E di edhe mos qesh fare, edhe ma kanë marrë telefonin në Londër, edhe ky është një realitet shumë i hidhur. Sa kisha blerë telefonin e ri, 12 ishte atëhere, kisha vetëm një javë që e kisha blerë, edhe shkuam në shopping center me nusën e Kushëririt, në White City ishte. Edhe unë atëherë kisha djalin të vogël me karrocë, edhe te karroca kisha çandën që thoni e karrocës që mbaje gjërat e djalit, edhe kishte xhepin me zinxhir, edhe unë e vija atje telefonin, fola me burrin edhe pastaja e vura prapa atje dhe e mbylla zinxhirin, duket po më shikonin. Edhe pastaja kur dolëm nga dyqani, që kisha provuar ca rroba, shikoj zinxhirin e çantës ishte hapur. Edhe thashmë ku është telefoni, shikoj brenda telefoni asgjë kundi. Ashtu mi kutruri ho njerëz, një javë kisha blerë, nuk e kisha siguruar akoma, se kisha bërë, po mendoja ta siguroj, mos e siguroj, e thash nuk e sigurova. Edhe nga pas kisha kartën e bankës, i bie mziles, telefoni i mbyllur, e kuptova që ma morën. Edhe e keqja ishte se sa i kisha blerë, kisha me aq gaz të madh, sa i kisha porositur të gjitha klëfët njërën tjetrën, o zot, mos e pyesni. Është një realitet shumë i hidhur për Londrën. Tani kësaj radhe që shkuam në qendër, e kisha të varur këtu telefonin, brenda nga palltua, e kisha të mbyllur kështu, e mbaja gjithmonë kështu, edhe çan nuk mora për krah, se thash çto kujdes një herë, çantën apo telefonin, se kam shumë eksperiencë të keqe. Një nga arsyet që ka nga Londra, jo se më morë vetëm telefonin, se nuk është më aq safe, aq sigur sa ka qenë dikur. Edhe mos qesh fare se kam shumë eksperiencë të keqe nga telefoni i vjedhur në Londër. Më bleu burri tjetër atëherë tani se i erdhi gjyna se e pa që u mërzita shumë. Unë si që kam zakon unë tani, fillova në mes të njerëzve atje të qajat, ashtu vjen burri, je mire, i flet mëndjes. Edhe kështu që thoni,